Mirë mbrëma. Mirë mbrëma të gjithëve. Pak buën, po inshallah më falni që e kum prish nehen. Kur t'jeni gati më tregoni. A jemi gati? A jemi gati të gjithë, po? Mirë mbrëma për ju, mediat e nderuar, ju falenderoj shumë që në këtë kohë jeni përgjegjës shtetit tonë në këtë konferencë të jashtëzakonshme. Përmes juve përshëndes gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. Përshëndes votues e nismë Social-Demokratët Kosovës dhe uroj që ky proces zgjedhor që po fillon tani më sot me përmbylljen e listave përfundoj edhe në ndërtimin e institucioneve të Republikës Kosovës. Dhe të mos ketë nevojë Kosova të vazhdojë kështu një cikël zgjedhor të panevojshëm. Sonte, besoj unë secili nga miqt, shok, bashkëpunëtor, veteran, intelektual, familje dëshmorëve, elektorat, njerëz të vullnetit mirë, kanë pritur lajm të mirë, një lajm që duhet të gëzohet në zemrat e tyre. E lajmet për bashkim gjithmonë gëzojnë zemra, sepse bashkimi paralajmëron fitore. Sa herë jemi bashkuar, kemi arritur rezultate ose kemi qenë në një fazë tjetër, zhvillimin dhe ndërtimin e synimit tonë. Siç e kam premtuar, qindra e mira bashkëpunëtorëve, kolegëve, shokëve, bashkëftarëve, intelektual e shtresat të ndryshme, të rija të reja. Ju kam premtuar që ne do të përpiqemi deri në minutën e fundit. E deri në sekondat e fundit. Punojmë fort për t'i ofruar një mundësi bashkimi i cili jep shpresë për ndryshimin. Unë besoj shumë, kjo ka qenë edhe është moto e jetës sime. Shpresës i duhet guxim. Shpresa për të realizuar, për të mojt gjallë, e për të shkuar, e për të bërë realitet, dënë brenda guxim. Guximi për të shpresuar, guximi për të arritur shpresën. Prandaj, unë jam munduar që deri në këtë sekondë, së bashku me bashkëpunëtorët e mi, që sonte ta japim lajmin një lajm të madh, një lajm i cili thash do të ketë impakt të ndryshimit e bashkimit. Fatkeqësisht, ai bashkim të cilën e keni pritur të nderuar elektorat, qytetarë, anëkën Kosovës, mërgjimtar e diasporë që miq, shok, bashkëftar e bashkëftare më kanë shkruar këto ditë pa ndërprej dhe kanë veç një kërkesë kanë pas, të bashkohemi për mundësinë e ndryshimit, për shpresën. Dhe deri në këtë sekondë ne jemi munduar pa kushte ta plotësojmë dëshirën tuaj. Të japim një mundësi ndryshe Kosovës. Pa asnjë kusht, me zemër plot, kemi dashur që në këtë garë të shkojmë bashkë e më dha mundësi ndryshimit. Fatkeqësisht, ky bashkim nuk ka ndodhur. Shkaku pse s'ka ndodhur bashkimi tani më dihet. Ama, kjo është një fazë. Rruga për bashkim është e vështirë, por ne do të vazhdojmë. Ashtu siç i kam dhënë fjalën. Juve bashkëftar, shok, miq, gjithë ju që keni shkruar, qytetar, thjesht me shumë hallë problemet juaja. Siç e kam dhënë fjalën që kam e punu, e fuqishëm për atë bashkim, unë nuk do të ndalem me bashkëpunëtorët e mi. Ne do të punojmë. Dhe ai bashkim do të vjen. Individi nuk e ndal bashkimin. Jemi na shumica që dojmë bashkimin. Dhe ai bashkim do të vjen. Ka mund vjen sonte thjesht, po derisa këtu, për arsye që dinë se shkaqet në Prishtinë nuk mund ndodhi, ne do të kthehemi bashkimin nga baza. Baza fillon bashkimin dhe unë me bashkëpunëtor, me gjithë ata që për një mend e duan bashkimin, ne nuk do të dalemi dhe i ftoj të bashkohemi. Atje poshtë, nga baza e deri lart, sepse na presin detyra punë të mëdha. Edhe di që gëzojmë shumë e shumë njerëz drejt atij angazhimit tonë të përbashkët. Ne, burra e gra, dhe gjithë ata të cilët me zemër e duan këtë bashkim në shërbim të Kosovës, le të kthehemi
edhe të kthejmë në bazë. Bashkimin që do populli së në nalë askush. Dhe unë do të vazhdoj të jem ka tyre. Dhe në fund, dhe një bashkimi që i vjen i sjell fitore Kosovës. Ja kam thënë fjalën shokëve, ata që janë jashtë e këtu që ata që janë këtu brenda, e bashkëtarëve, që me zemër plot e me bindje kam e punuar në këtë drejtim pa kushte për bashkim. Pasi që ky bashkim s'po ndodhet këtë fazë, le të japim mundësinë bashkimit në bazë. Prandaj sonte po e them para jush, të nderuar bashkëqytetarë, ju që e doni bashkimin. Edhe sonte du me dhënë fjalën ata që kam thënë nëpër tavolina. E gjatë gjithë këtyre ditëve që kemi pas biseda. Dua publikisht ajo fjalën. Ato që kemi thënë vazhdimisht. Tani pra para kamera. Nisma garon në zgjedhje. Nisma garon në zgjedhje me 110 burra e gra, familjarë të dëshmorëve, veteran e veterane, intelektual, grua e burra të cilët e kanë vetëm një synim. Në listën tonë zgjedhore, nga 1 deri në 110, askush nuk e qenë halli kush do të jetë deputet i Parlamentit të Kosovës. Ne jemi rreshtuar 110 vet për t'ia dhënë mundësi ndryshimit Kosovës, qeverisjes dhe bashkimit të madh. Dhe po ashtu do t'ja jep fjalën. E me kalimin e nismës, me deputetë e nismës në Parlamentin e Kosovës, unë sot, ju miq, ato që keni pritur e ma keni kërkuar, unë sot do t'a jap premtimin që kam dhënë në tavolinë. Dhe premtimi im është ky. Nëse nisma, e unë jam i bindur, do t'jetë në parlament, me grupin e vetë parlamentar, do t'i bashkohemi bashkimit. Do t'jemi bashk me shokët, me shoqet, me gjithë ata që kanë kërku bashkimin në grupin parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe kjo është aja dyta, alternativa tjetër për cilën do të angazhohemi ne. Sepse kam shumë bashkëtarë, ka shumë shokë, ka shumë bashkëveprimtarë të cilët me zemër e me shpirt e kanë kërkuar bashkimin. Në këtë fazë u pamundësua, dikush e pamundësoi bashkimin. Po duke njohur ata miqtë e mi andej, shokët e mi të veprimit e të idealit, edhe ne kënej, askush s'mund na nal të bashkohemi në parlament me një grup të fuqishëm parlamentar. Grupi i cili do të ndryshojë qeverisjen. Të nderuar qytetarë, sot, nëse shikoni zhvillimet e fundit dhe përmbyllëse të grupeve politike, pak a shumë vim një përfundim. Kam një mesazh një porosi për intelektualët, për analistët, për gazetarët juve. Ju kisha lutur të mendoj pak më thellë. Sidomos porosia jam për gjithë ata që dojnë me ndryshu qeverisjen. Le të mendojmë pak më thellë në analizën politike. Si ndryshohet qeverisja sot në Kosovë? Aktualisht, partitë e mëdha nuk kanë bërë ndonjë ndryshim substancial, fatkeqësisht, që do të jepnin shpresë se mund ta ndryshonin qeverisjen. Mundësia për ta ndryshuar qeverisjen është vetëm në një drejtim. Nëse nisma ka lënë pragun dhe i bashkohet grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës. Ne kemi mbi dikush 20, dikush 30.000 vota, janë aty që janë. Zemra lojale, besnike që na kanë ecur me ne në për shumë vështësi. Po le ta lajmë me 25.000, 30.000 vota të nismes. Këtë që na duhet është me 15.000 vota ne shkojmë me 6 deputet plus në Parlamentin e Kosovës. Po nëse partitë e mëdha e marrin këtu 15.000 vota, sa deputet mund mi qumë më tepër? 1 ose 2. Me 15.000 vota shtesë të nismes, në këtë listë, në numrin 122, ne fitojmë 6 deputet. Po flas ne, e nuk po flas veç ne, numrin 122, po gjithë ata që duan ndryshimin e qeverisjes. Prandaj, mendoni pak. Ku është shpresa ndryshimit dhe mundësia ndryshimit? Mundësia ndryshimit është, të nderuar miq,
bashkëtar, shok, intelektuale, gazetare, analist, mundësia ndryshimit aktualisht në këtë gjendje është nisma në parlament. 6 deputet. Sa mund me marë partit të cilat partit e mëdhaja ma shumë e ma pak sot? Me 1 deputet plus dhe 2 deputet plus nuk ndryshohet qeverisja. Me 15.000 vota ma shumë, 20.000 vota ma shumë, me 1 deputet ma shumë. Po me 15.000 vota ma shumë nisma se sa që i ka, shkojnë 6 deputet dhe kjo është ndryshimi cilësor që e presin. Apeli im është për gjithë ata që duan ndryshimin e qeverisjes, pavarësisht pëlqejme apo s'pëlqejme. Për gjithë ata që për një me besojnë që vendi jo të shkuar në drejtimin e gabuar. Për gjithë ata të cilët kanë qenë zëdhënës, opozitar, i nevojës e ndryshimit qeverisjes në Kosovë. Qënim aty tje këtë analizë. Edhe do të sheni se sa është interes nacional që 6 deputet nga kjo listë, nga numri 122, shkojnë parlamentin e Kosovës dhe të bashkohen me shokët e vetë, e shoqet atje. Tash, kjo është premtimi ynë. Dhe kjo është faza 2 e bashkimit. Dhe kjo është ajo që unë muj bëj për hije të gjithë atyre burrave grave. Unë e kam bënë një premtim, shokëve të mi, ata që janë këtu, edhe ata që janë këtu. Dhe sot, ky premtim, po e them para jush, angazhimi ynë do të jetë në këtë drejtim, do të shkojmë deri në fund në mundësinë, për t'ia dhënë mundësinë ndryshimin. Nuk ndodhi. Këtu janë gjëra që ndodhin. Nuk ka lidhje. Ka vështirësi, ne i kuptojmë. Ka vështirësi gjithmonë në hartimin e listave, në ndërtimin e këtyre projekte, nuk janë të lehta, nuk kanë përvojë politike. Po hajde, i kena edhe një mundësi tjetër. Ta shfrytëzojmë këtë mundësi. Përmes 2 listave, drejt një grupit madh të fuqishëm parlamentar që do të qeverisë me Republikën e Kosovës, edhe mos harroni. Unë e di se si fitohen zgjedhjet. Edhe e di se si ndryshohet qeverisja. Prandaj, shpreh gjithë mirënjohjen time, ekipes e bashkëpunëtorëve, të cilët e dinë dhe e njohin orientimin dhe qëndrimin. Dhe jemi rreshtuar ne 110 kandidat e me qindra mijëra tjerë për t'ia rritur shpresën, për t'i dhënë qatë guximin shpresës, për ta ngjallë shpresën për një me, për ndryshim. Ne nuk do të kalkulojmë kush bëhet deputet. Ne kemi vendosur 110 me gjithë ata që kemi mrapa, me shërby, sepse besojmë se ndryshimi në Kosovë është i domosdoshëm. Dhe kjo është betejë përfitore për Kosovën. Dhe ky rreshtim i yni, 110 vete, dhe gjithë ata që na besojnë, paradoksalisht na ka ardhur hise, neve si një parti e vogël, si një grup i vogël, që ta bartëm këtu për t'i ndihmuar kryeministit arshëm të Republikës Kosovës, i cili duhet jetë nga opozita. E unë dua që t'jem nga grupi më i madh opozitar. E grupi më opozitar është ai që do t'i bashkohemi ne në Partinë Demokratike të Kosovës, për t'ia dhënë ndryshimin e madh. Të nderuar bashkëqytetarë, edhe ju të nderuar media. Në jetën time kam kaluar shumë sfida. Kam shijuar shijen e fitores. Jo duke nejtur, por duke qenë ballë, për të kam kontribuar për fitore. Unë e di që kam fitore. Kam pas lloj sfidash. Sa herë o varë nga unë. Asnjëherë unë s'kam qyrë prag. Kam kalu qindra pragje për Kosovën e për qytetarët e saj. Sa herë që varë nga unë personalisht, s'kam kursyer asgjë në jetën time, dhe gjitha pragat i kam kaluar në shërbim të ndit tim. Edhe në kohën e para luftës, edhe gjatë luftës shërimtare dhe pas luftës. Sa hera varë nga vullneti im, o s'ka pas prag që mund kanal. Dhe kështu e thetë e kalura jam. Sot është një prag ligjor. Ato nuk mu e kaloj vetë pandimin e juaj. Ma besoni votën, mua dhe këtyre bashkëpunëtorëve. Ma besoni votën dhe më ndihmoni ta kalojmë pragun. Po, ne e kemi vështirësi pragun. Po, ne e kemi shumë vështirë pragun. Ama, sa jam unë në parlament, nesër apo s'jam, as kam me vendos studio, as kam me vendos tavolina, as kam me vendos skutat, kam me vendos qytetari i Republikës Kosovës, kanë me vendos shoqet,
shok të gjithë ata njerëz të cilët e din, ma njohin, së do pak kontributit që këmë do për vendin. Të qindra mira, ata banor, me cilët kem qa rrethime, edhe jemi bo muri gjallë për të mbrojtur jetën e tyre, ata e din se ku shemun. Dhe unë pres, sot, ne kam nevoj për besimin e tyre. Kam nevoj për ndimin e tyre. Në fakt, në fund të ta sheni, edhe ky besim dhe kjo ndim, nuk është për mua as për këta 100 shoqe e shokë mia, po është për Kosovën. Sepse nuk dyshohet njëshet qeverisja. Qeverisja ka më ndryshuar veç nëse nisma futet në parlament dhe bëhet ai grupi i madh i dikushëm i fuqishëm, krenar i Partisë Demokratike të Kosovës, që ka mrena vlerën që e ban emër. Që kur flet për UÇK-n, zemra i kufon. Kur flet për lirin, zemra i kufon. Kur flet për shtetin, zemra i kufon. Që ka vepra mrapa. S'ka pengesë, s'ka individ që neve mund na dalë drejt orientimeve tona. Dalën faqe bardhë të nderuar miq e bashkëqytetarë. Prandaj ju ftoj, le të bashkohemi, na ndihmoni, na besoni, edhe votoni 122-shin ta kalojmë pragun. E dim që e kemi vështirë. Ne e dim që e kemi vështirë. Edhe ka tallje. Por nuk ka humbje vote. Humbje vote, edhe humbje qeverisë, mundësisë për me dhonë qeveri ndryshe, është nëse nuk votohet nisma. Mos harroni, analizoni ma fell. Nëse nuk votohet numri 122, nuk ka ndryshim qeverisjes. Ndryshimi qeverisjes, duke votuar 122-shin, atëherë krijohen parakushtet. Veç bane një matematik, se sa deputet mund bëhen. Se sa deputet mund bëhen. Me 20.000 vota, ju vish një deputet e bëni në parti tjera. Me 20.000 vota shtesë të ne, i nxjerrëm 6 deputet dhe vjen ndryshimi. Ne shkojmë të zgjedhje. Ne kemi dashur që sot të jemi në një listë të përbashkët. Me shumë kënaqësi, e me nder, e me respekt. Nuk ndodhi. Është plani B, vazhdojmë planin tjetër. Edhe po e përfundoj. Krejt mund ngrit në kam. Unë e di çka flitet dhe çka përflitet, po e kam nga natyra, nuk e përlygoj. Nuk kthej, sepse betejat tona janë për Kosovën. Angazhimi dhe kontributi jem që kom dhënë në ato 3 shkronja dhe në atë sigël, edhe 1000 vjet të tjerë së li bëjnë. Edhe ndina krenar çdo minutë angazhim që kam bërë. Unë edhe jam i marruar për sfida. Ama ju e dini që jam i marruar edhe për fitore. Sidomos, ata që më kanë provuar, e din ku jem. E thash, përshini sot të ngarë, e thash se grupi jonë parlamentar të bashkohet Partisë Demokratike të Kosovës, për një arsye, për që më shel gojnë shpifsve, mashtrusve, të cilët ja ik, ja vjen, ja shkon. Kur në s'kam ikur. Kur në jetën tem si kom ikur. E di që ata ma kanë lakmi që unë asë njëherë që kom ik beteja. Asë që kom ik shokve. Asë që kom këthy shpinën shokve. Ndina krenarë që për 7 vjetë, për 2020-ës, jenë konë zënëri i parë e një kohë i vetëm në mbrojtjet e atyre që janë duke ballafaqur me drejtsinë. Dikur o bo mua, dëllë njësën dhe të tjerët, pa më ju e dini. S'kam po kur gjo, kam kryt e tyren time, që më takon, që takon se cili. Edhe për këtë arsye, kam dalë sot, edhe villtusit nismes me kanë i hapë para ti, para se më dha votën. Po, ne kemi marrë vendim, si kryesi, si parti, kalojmë pragën, do të shkojmë e do të bëhemi bashkë me grupin parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës. Kjo është vullneti ynë. Nga sot, e jo me fol mas zgjedhjeve. Prandaj, ne futemi fuqishëm në këtë fushat elektorale. S'kemi logjistik, s'kemi edhe ashtu të kufizuar miq në për media. Unë e di që s'jemi gjithkun. Krejti njohemi vështirësit. Krejti di me çka kanë më ballafaqu. Na s'kemi logjistik as jashtë as mbrapa. Nuk kemi shtrirje se kanë të tjerët. Ama ne kemi një gjë që se kanë ata.
110 që më ka mua. Unë luftoj, bëj beteja dhe fitoj. Dhe bashkë kemi me fitu. Miro po që me 28-in duke parë bashkimin real, sepse bashkimi real fillon nga baza. Nëse ky popull e ka pas dëshirën reale për një bashkim, është koha me tregu në numër 122 me datën 28 dhjetor. Ju falenderoj shumë. Faleminderit. Po, hajde. Asim, tani. I kam 3 pyetje. Okej, sa dush. E para, kush nuk dashtin Partinë Demokratike të Kosovës me bo bashkë, ju me kanë 80 të tjerët në listën e PDK-s. Pyetja e dytë, që thatë ju do të bashkoheni në grupin parlamentar nëse ka lënë pravo. A i bjen kjo që ju eftoni elektoratën e PDK-s me votu nismën? Edhe treta. Përmanë proceset që ke kalu dhe shumicën e këtyre proceseve këmë përcjellë vonë, po kur ma të emocionu se sot më kom po. Që jam shumë kështu, si me thonë, jam zemër plot Arsim. Si shpesha jam disponim. Pse jam disponim, kuptimin, jam disponim se punina mirë që kam dhënë këtë angazhimin tim. Natyrisht ndina keq që s'mund të më dhoni lajm, po si me thonë, nuk është në dorën tonë. Jam kështu me disponim për faktin që kemi dhënë këtë angazhimin për më dhënë mundësi, po nuk ka ndodhur kur gjë. Është edhe rrugë tjetër. Kjo e dyta nuk e di edhe nuk du më fut me tytje. Gjithmonë ka individ që dojnë kanë të lashe për kalkulime personale edhe bashkime të tilla i frigohen. Po nuk prish kjo kur gjë punë. Ata besojnë që duan bashkimin janë shumë fesh, më shumë se që keni pa edhe ju ditët e fundit për rrjetet sociale, media. E treta, unë e pres Arsim më votuar të gjithë ata të cilët vlerësojnë punën time, angazhimin tim dhe më besojnë, kurdo që tjetë. Është qytetari i Republikës së Kosovës edhe shërbimi jam ka qenë në shërbim të qytetarëve të Kosovës. Kështu që prej Grykosllapit, të Ngrykaçanikut, të Nistok, e deri në Eleshan, e në Dragash, i ftoj çdo qytetar të Republikës së Kosovës, le të na besojnë, le të na ndihmojnë. Kemi bërë punë të mira për këtë vend, në periudha të ndryshme, edhe besoj që ne i duam i Parlamentit të Kosovës, një zonë si ne, edhe ta materializojmë bashkimin president po flas. Ju falenderoj gjithëve, e mirupafshim. Edhe kërkoj falje për në këtë kohë. Ju falenderoj gjithmonë për gatishmërinë dhe ftesa ime për juve gazetar është si gjithmonë. Presim që t'jepni zë ndryshimit. Mos harroni. Ndryshimin në Kosovë të qeverisjes dhe mënyrës se si atë dhe i tash elita politike qëndron në numrin 122. Dhe në numrin 122 aty do ta luajë rolin e mbështetasit dhe nevojave shtetërore në një grup të fuqishëm parlamentar që pastaj ai grupi i madh të pret lajmin e madh që po presim. E ju e dini çka po presim. Po presim një lajm të madh i cili përfundimisht do t'ja jep vulën lirisë dhe pastërtisë Kosovës, siç e kemi bërë ne para 20 vite. Faleminderit shumë.